në këtë shesh, i cili është sheshi i misionit madh, të burrave dhe grave, djemë dhe vajzave guzimtar, për të përzën nga pallatet e krimit një band, e cila është zhytur në krim, në vjedhje, ndër më të rëndat historinë e këtij kombi. Miq, në ekzistencën tonë të gjatë, ne kemi njohur shumë pushtime, kemi njohur diktatura dhe mënyrë, por kur ndonjëherë nuk kemi shkuar brenda 10 viteve, 100 vite mrapa, siç kemi shkuar këto vite. Kur ndonjëherë nuk kemi humbur ne mbi 45% të materjes kombëtare siç kemi humbur këto 10 vite. Asnjëherë nuk kemi varfruar më shpejt se sa këto 10 vite. Asnjëherë nuk ka patur një klik, një grup kaq anti-shqiptar në çdo aspekt sa që kemi sot. Ne jemi dëshmitar këto ditë të një krize ndër më të paimagjinueshmet. Një krize e cila zhveshi lakuriq para shqiptarëve hajdutin më të madh të kombit shqiptar në të gjitha kohrat, Edi Ramën. U desh akuza e bazuar në dokumenta zyrtare të vjedhjes së 50 milion euro nga zëvendës kryeministrja, për të bërë që Edi Rama të thot shqiptarve se hajduti jam unë, se parati ka marrun, dhe se drejtësisë i tregoj brylin dhe se lejoj të veproj. Nuk ka ndodhur kur kjo. Kur as mbret, as perëndor, as diktator, as kryeministër çfarë do të qetë, t'i lejoj vetës një akt të tillë. Cili do, do kishte vetëm një rrugë, largimin e menjëhershëm, po se largon dot, se parati ka marrë hy, se vjedhja është bërë me urdhër të tij, se parati ka ndasë së bashku, dhe se kjo është vetëm një sasi e vogël e tyre. Edi Rama ka 2 ditë ka humbur çdo gjë dhe në një përçartje të neveritshme del me në mbrojtje haptas. Po mbroj ministrën, nuk po mbroj Lubin. Po mbroj kryeministrin, nuk po mbroj Edvinin. Po të dy një hajdut, ku ka hajdut si ju apo kuj do t'ja shestin ti këto? Po t'ja atë që i bën kundër gjykatës kushtetuese, fakton se ti e hajduti kryesori i kësaj afere. Pra, le t'u drejtohemi bashkë shqiptarëve. Çfarë do bëjmë ne, të dashur qytetarë dhe qytetare, të bashkëdhetarë dhe bashkëdhetare, kudo që jeni? Do pranojmë ne të vazhdojmë të vidhemi në një kusar që s'ka sinor morale, që kërkon dhe vendimin e gjykatës ta bllokoj? Apo s'do t'i ndahemi ati gjerditë e fundit të largimit nga pushteti? E dyta është misioni ynë. Të dashur miq,
Këto ditë ka sjell në parlament buxhetin e shtetësisë. E rrita thot, e vërteta është se krahasuar me vitin 2013, buxheti i shtetësisë është ulur të pakten me 500 milion euro. A ka sot hall më të madh për shqiptarin se sa të smuret? Erdhi koha të themi Zoti e shpëtoft nga spitalet. Sepse shkon në spital, duhet të blej çdo ilaç, duhet të paguaj çdo shërbim. Ka shkatruar një sistem të tërë dhe për vete vjedh dhe vetëm vjedh. Po arsimi, po shkollimi, një shkatrim me dokumenta, me vlerësime zyrtare, si në asnjë vend tjetër. Të dashur miq, Edi Rama ka 2 armë për të shkatruar këtë kombë. Ai nuk përdor kampet e përqendrimit. Jo. Nuk përdor burgjet e mëdha politike, ndonse burgos politikisht. Përdor vjedhje. Vjedh me bandën e tij 90% të gjitha fondeve për punë publike. A mund të imagjinoni ju një magazinier i Salillarit është fitues tenderi 60 milion euro për portin e Vlorës. A ka akt më flagrant vjedhje se sa ky? Një magazinier. A mund të imagjinoni shqiptar që rruga të ndërtohet me çmim 10 herë më të lartë se në Europë? Lexoni. Në qoftë se gjeni kund në botë, një rrugë gjithsejt 19 kilometra që ishin pa ndërtuar nga UNAZA, dhe të ndahet ajo në 17 lote. Po s'fundahet kur, maksimumi të zëm në 2 lote, 3. Se si t'i vjedh 17 herë ju. Si të vjedh 17 herë shqiptarët. Se si të rrish çmimin 5 herë në vjedhje. A do vazhdojmë ne? Jo, ne se lëshojmë të shesh. Ky është sheshi ynë. Ky është sheshi ynë. Ne dalim nga ky shesh vetëm kur të shpëtojmë shqiptarët. Vetëm kur të shpëtojmë Shqipërinë nga kjo bandë. Miq, arme e dytë e të mërshme e kësaj bandë është droga. Çfarë ndodh me drogën? Euro për tokë, sepse vinë euro të drogës me kontejner. Me qindra nërmarrjet të eksportit falimentojnë. Me mira punëtor dalin pa punë dhe marrin rrugë të dheut. Kjo është mënyra, pse ikin? Ikin se vdesin, se shkatrohen vendet e punës. Çfarë ndodh? 35% vlerësohet euro. Ata pensionistë, 10 mijëra që jetojnë
mendim në familjarëve të tyre. 35% me pak marrin, 35% me të varfër bëhen. Çfarë ndodh? Çmime stratosferike ndërtime, se baron të drogës nuk i ka gja parat. Çfarë ndodh? Shtetet ligjin e bën droga. Droga vret në aeroport, droga vret në Elbasan, droga vret kudo, vret dhe vret cilin do. Dhe Edi Rama, qeverisë bashku me ta. Do pranojmë ne këte? Jo kur. Kjo ka shtuar parlamentin në institucionin më qesharak, më të turpshëm të vendit. Po parlamenti është përfaqësuesi juaj. Është vota juaj, është vullneti juaj. A do lejojmë ne ta përdor parlamentin në mënyrën siç po e përdor ky? Jo kur. Jo kur. Na edhe koha është e jona. Këtyre u ka ikur koha. Koha e tyre është një kohë e zezë. Dhe këta duhet të shkojnë për veprat e tyre të zeza që u kanë bërë shqiptarve. Edi Rama kërkon të mbrohet të diktoj gjykatës kushtetuese. Po unë garantoj se vendimet të diktuara të gjykatës që po bën ti do t'i paguash shumë shtrejt. Nuk pret Shqipëria. Nuk kemi ne ata që do presim nga një prokuror apo një gjykatëse shpëtimin. Jo, shpëtimin do ta presin shqiptarët nga ne. Ne jemi shumë, do t'jemi dhe më shumë, dhe nuk heqim dorë gjerë në largimin e Edi Ramës ka qeveria. Pse shemën rrugët? A e dini ju qytetarë se çdo tullë e pallatit në paj të Linda Ramës është vjell ju, sepse ai pronari i firmës që ndërtoi pallatin ka ndërtuar rrugën që shemet Korç qafë Floç. Dhe sa ka ndërtuar sot apo si quhet? Me çmim të 5 fish, të 6 fish. A e shihni pra ju sa keni paguar pallatin? 10 herë më shtrejt keni paguar sarajet e Surrelit. 36.000 euro paguani shishën e verës të sultanit këtu. Çfarë duhet? Të bëj më shumë se kaq për t'i treguar vendin? Ka mbush dhe po derdhet kupa. Ndaj dhe ne sheshin nuk e lëshojmë. Dhe ne kemi hyrë betejën vendimtare. Demokrat e demokrat. Kjo është beteja vendimtare. Me Edi Ramën nuk shkojmë kur në zgjedhje. Zgjedhje dhe votën s'ja falim kur. Ju garantoj se fitoria është e jona, se Rama tarfe nuk ka, se do jetë e shkure zeze këtij vendi. Ligji, kushtetuta, lirit tuaja të drejtat do triumfojnë përsëri. Të hënën tjetër përsëri këtu. Dhe çdo të hënë do ta nisim javën me betejë. Dhe nisja javës me një betejë kundër kryehajdutit kombit të gjitha kohëve është fati javës, është rruga drejt fitores. Rrofshi ju, rrof Shqipëria.